i fundi. Atere, duke një shumë bukur sot, dhe dua një zhurëm shumë të madhe që t'ju përkasi vetëm juve. Se kemi 68 ditë qendres. Ju lutem, dua zhurëm që nga përkasi vetëm neve mjaft të përkasi atyre atje. Atere, unë jam e vajzë e cila jam e lindur në Poliçan. Dhe dua t'i them një faleminderit shumë të madhe qytetarëve të Poliçanit që morën guximin më në fund të dalin jashtë kornizave të tyre që i ka futur në 35 vite. Atere dua t'ju tregoj një histori shumë të shkurtër, nuk dua të zgjatem fare. Në vitin 2016 i matë vuante nga kanceri në mëlqim. Erdhëm, bëm të gjitha analizat në QSUT dhe pastaj në thanë që s'kishte vënde. Duhet të prisnim 2, 3 deri në 1 javë. Duhet të bënim pauzë për të gjithë moshën e tretë do të thotë, të ndalojmë kancerin. Andalojt kanceri njerëz. Dhe fiks pas 10 vitesh, në 17 maj, djali im 5 vjeçar, me 77 oksigjene mare qoj në 3 të mëngjesit në urgjencën në pediatri. Që jeni pak se çfarë mungon të njerëz në pediatrin e Tiranës, jo nuk ishte zurumi, ishte tumi oksigjeni të njerëz. A luhet me jetën e fëmijëve. Po çfarë duhet na bëjnë më njerëz, ku jeni? Çfarë duhet na bëjnë më? Përveç që na kanë pirë gjakun, çfarë duhet të bëjnë më? Ha? A i keni një përgjigje? Pa tjetër që ne këtu në shesh do e gjejmë përgjigjen. Po dua të flasë për të gjithë ata që janë për te sheshit. Ju lutem! Priteni frikën dhe hajdeni kërkoni të drejtat primitive. Është e tmerrshme në 2026 ne të punojmë një shesh që të kërkojmë drejta. Është turp. Është akoma më turp. Dhe më skandalozja është të jemi këtu për shëndetësinë. E kuptoni ju? Është turp, po zotri, është turp, është shumë turp. Po turpi është për njerëzit, jo për ata atje lartë. Dhe sa duhet të vuani o shqiptar për të qenë të vuajtur? Heshtje. Ju lutem, mos u dorëzoni. Këtë shesh, bravo! Duaj një zhurmë shumë të madhe, po të gjojmë deri atje në fund. Jemi shumë, do vazhdojmë të jemi shumë. Do tregojmë qëndres, se ne jemi populli shëndetëtar. A na njifte bota kështu? Jemi në sili më i madh që i kemi dhënë 35 vite këtyre palacave. Tani, okej. Dua dhe një gjë të fundit se nuk dua të zgjatem më, nuk dua të bëjmë elogje. Bravo jepi! Të tregojmë që jemi këtu, bravo çuna! Çuna dhe goca! Dua një zhurmë të madhe dhe për moshën e tretë që ka sfiduar këto temperatura, që janë me një misë mundje në trup dhe prap janë këtu. Apo jo zonë? Bravo! Dhe për të gjithë ju që po na shikoni në për kafet e Tiranës tani, a nuk keni bank turp? Po të keni turp më njerëz ku shikojnë moshën e tretë këtu, që del për na 68 ditë. Dhe ju vazhdoni akoma për një lloj që ka vajnë në për kafet e Tiranës.
më vjen shumë turp. Dhe e fundit, oj zonja Marigo, e beri do biqin në nave tonë dhe nga I hidhe me derë me ty, zonje kam, që po më shikon me vëmendje. Zonja Marigo, e di kush është? Ajo që na thoshte një herë një kohë të heqim prizën e telefonit, e rikusit, se harxhon energji. E kuptoni juve? Përveç të gjithave duan nga për dhe budallim. E kupton? Kjo është e të mërshme. Që që zonja Marigo, këtë herë, seria e dytë, e 14 vjeç, ndër nuk të funksionoj, se herën e parë, ta hoqën gratë e fshatit, jastëku. Po këtë herë, këtu janë shumë, ta hoqë I Kryshesh. Jeni realisht, jam shumë e lumtur që unë jam pjesë e kësaj historisë. Faleminderit shumë. Dhe Shqipëria kërkon çfarë?